Përshëndetje miq, unë jam Grit Roy, jam pedagog i politikës në Universitetin e Qytetit të New Yorkut. Sot hap me ju një dritare bashkëbiseduese mbi gjendjen e shqiptarëve në Shqipërinë londineze, po edhe më gjerë, gjendjen e shqiptarëve si komb, ku jemi dhe pse jemi në këtë gjendje. Gjithashtu dua të diskutoj me ju çfarë duhet bërë, si duhet të sillemi dhe ku mund të shkojmë ne shqiptarët nëse bëjmë gjën e duhur në këtë pikë kyçe historike. Pikë pare do t'ju jap disa të dhëna për mbi mua. Unë kam një histori relativisht jo të shkurtër të angazhimit publik, ndër të tjera kam qenë bashkëthemelues i Forumit Shqiptar Amerikan për Demokraci. Kam qenë një nga antarët dhe një nga pjesëtarët më aktiv të forumit të rrethit intelektual Rrethi i Ferrit, pas të cilit kam botuar librin tim të parë, që quhet Paria e Rrethit të Ferrit, botimet Onufrit, të cilin e gjeni në libraritë e Tiranës. Gjithashtu kam qenë një nga bashkëvepruesit, një nga antarët e grupimit intelektual Bleta Shqiptare, i cili në vitin 2017 u përpoq që t'i ndërgjegjësoj shqiptarët për atë që po vjen. Aktiviteti im publik është tani më i gjerë, kam vazhduar aktivitetin tim publik për shumë kohë në Facebook dhe në të gjitha rrjetet e tjera sociale, por gjithashtu edhe në intervista mediatike kurdo që më është dhënë mundësia. Pse dua ta filloj këtë bashkëbisedim? Unë mendoj që çdo shqiptar sot ka detyrimin madhor, nëse ndihet sadopak shqiptar, që të krijojë një ide se ku gjendemi, të ndërgjegjësohet se kush na pruri këtu dhe gjithashtu të arrijmë të kuptojmë se çfarë duhet bëjmë. Është kollaj që të flitet nga ekrani, është kollaj që t'ju flitet njerëzve nga intervistat. Unë dua që kjo hapësirë të mos jetë thjesht një hapësirë për mua, për të shprehur mendimet e mia, gjë e cila do të jetë pjesë sigurisht e kësaj hapësire mediatike, por të vi në mënyrë sa më organike, në mënyrë sa më natyrale dhe në mënyrë sa më pa kompromis zëri i çdo shqiptari. Pra unë do të kisha dëshirën që të transformohesha në një përçues të zërave tuaj, cilat do qofshin ato, të mendimeve tuaja dhe të ideve tuaja. Pikë pari duhet të thënë gjithashtu se unë nisem nga një pozicion krejtësisht i qartë ideologjik, siç e kam mbështetur mbi 15 vitet e kaluara, i cili është pozicioni i kombëtarizmit. Unë besoj se zgjidhja e vetme për shqiptarët është një shtet komb demokratik, ku shqiptarët të bashkohen në një komb të vetëm, në të gjitha trojet shqiptare, dhe të krijojnë një shtet ose struktura shtetërore, të cilat të shërbejnë në mbrojtje të kombit. Nuk dua të hyj shumë në teorire, sepse kjo hapësirë synon të jetë një bashkëbisedim më i thjeshtë, një bashkëbisedim që ta kuptojë çdo shqiptar, nga të rinjt dhe të rejat, cilat nuk duan më të dëgjojnë për politikë, e deri tek ata që kanë njohuri profesionale për të. Pra, unë do të synoja që bashkëbisedimi ynë të ishte sa më i thjeshtë, sa më i kuptueshëm dhe të kishim secili prej nesh idet e qarta që çfarë po ju ndodh shqiptarëve. Gjithashtu unë mendoj se jam i gjithdijshëm. Pra, kjo hapësirë nuk është një hapësirë ku vetëm unë do të shpreh mendimet e mia. Unë mirëpres çdo lloj ideje të re që vjen nga trojet shqiptare ose edhe nga diaspora. Unë mirëpres çdo lloj sugjerimi, çdo lloj informacioni që vjen nga terreni. Unë jetoj në diasporë, unë kam që nga viti 1995 që jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në New York. Përpara saj kam qenë 4 vite në Itali, ku kam studiuar muzikë dhe në një universitet shtetëror. Kështu që unë ka vite që nuk jetoj detyrimisht në Shqipëri, përveç një periudhe të shkurtër ku kam shërbyer për shtetin shqiptar. Një periudhë 2 vjeçare.
Duke qenë që unë jam i hapur për këtë lloj bashkëbisedimi, çdo lloj teme nuk është tabu, temat që do të trajtohen këtu nga unë, paktën temat që do t'i paraqiten publikut, kanë të bëjnë jo vetëm me politikën, kanë të bëjnë me gjendjen e shoqërisë, kanë të bëjnë me ekonominë, kanë të bëjnë me gjendjen psikologjike të njerëzve, me psikologjinë e popullit, që është kryesorja për të gjetur zgjidhje që të shërbejnë shqiptarëve. Pra të dashur miq, pa u zgjatur më tej, kjo ishte një hyrje për këtë episod të parë. Siç e shihni, bashkëbisedimi këtu do të jetë informal, pa rezerva, pa filtra dhe pa ju bindur atyre normave të induktuara ose të detyruara nga Paria e Tiranës. Qëllimi kryesor i kësaj hapësire është që t'ju japi ju një zë ku të flitet ku të fliten ato që ju mendoni realisht, dhe jo ato që thoni në ambiente publike, në mjedise publike, ku ndoshta ka vetë censur, ku ndoshta ka pasoja, ku ndoshta secili do të ruaj vendin e punës, ku secili kërkon që të ruaj privilegjet ose ato pak gjëra që mund të ketë përfituar. Ajo që unë do të përpiqem që t'ju përçoj është se zgjidhja për shqiptarët nuk mundet me qenë vazhdimi i kësaj rruge, por sepse kjo rrugë do na çojë na ka çuar tashmë në skllavëri, në skllavërimin e pjesshëm, por edhe një skllavërim që po vazhdon dita ditës me një këmbgulje të frikshme nga ana e Parisë së Tiranës, por do të na çojë në humbjen tërësore të dinjitetit, të identitetit dhe të nderit të shqiptarit, gjë që do ta tjetërsoj në mënyrë të pakthyeshme popullin shqiptar, dhe kjo nuk ka ndodhur në mijëra vite dhe nuk ka pse të ndodh tani, dhe nuk kemi pse ti përulemi kësaj parie kriminale hajnore e cila na ka sjellë në këtë drejtë. Thënë kjo, diskutimi do të vazhdoj, secili prej nesh ka detyrimin e vet moral, secili prej nesh përpiqet të bëj atë që di më mirë, dhe secili prej nesh ka zërin e tij dhe në Shqipëri, dhe në Kosovë, dhe në Ilirit, dhe shqiptarët e trojeve të tjera shqiptare, por me forcë edhe shqiptarët e diasporës, të cilët kanë provuar se fajin për problemet që ka Shqipëria sot nuk e kanë dhe nuk mundet ta kenë shqiptarët. Fajin e kanë ata që kanë drejtuar. Pse? Sepse shqiptarët kanë shkuar në përbot, kanë dalë, ju është dhënë mundësia, dhe ju është dhënë mundësia jo vetëm që të përparojnë, por që të jenë pararoj në fushat e tyre respektive. Ndaj dhe, miq, ju ftoj të fillojmë së bashku një bashkëbisedim i cili synon të jetë një qartësues, një ndërgjegjësim për të gjithë njerëzit, përfshi edhe mua që e filloj këtë bashkëbisedim, për të ecur përpara, për ta çuar përpara çështjen shqiptare. Faleminderit dhe shihemi së shpejti. Për ta filluar këtë diskutim, këtë bashkëbisedim me ju, të doja që unë fillimisht t'ju tregoja një dokument që e kemi hartuar bashkë me miqtë dhe kolegët gjatë kohës së angazhimit ton me Bletën Shqiptare, cili përbën thelbin e asaj që praktikisht është mënyra se si ndjehemi shqiptarë ne sot. Pra është thelbi i asaj që do të ishte politika shqiptare sot, të paktën në gjykimin tim. Kështu që dua ta ndaj me ju këtë dokument që quhet Besimi i shqiptarit të vërtet, sepse unë mendoj që fillesa duhet të jetë pikërisht në konceptet dhe në idetë e shprehura tek ky dokument. Pra të dashur miq, ju ftoj që të ndiqni Besimin e shqiptarit të vërtet, të lexuar nga unë, është një dokument i hartuar bashkërisht bashkë me kolegët e nismës Bleta Shqiptare, të cilën e kemi shpërndarë nëpër Tiranë, nëpër të gjitha qytetet kryesore të Shqipërisë, me ndihmën e shumë miqve, të cilët
vendosën vetveten në rrezik, dolën nëpër universitetet e Shqipërisë, nëpër sheshet e Shqipërisë, gjithkund. Fatkeqësisht atëherë nuk pati interesin e duhur, por unë mendoj që sot është koha për ta rikthyer në vëmendje këtë dokument ideologjik, sepse miq, zgjidhja e shqiptarëve do të vijë nga idetë e reja, jo thjesht nga njerëzit e ri. Njerëzit e ri me idetë e vjetra do të shndërrohen në hajna të ri. Ne na duhen njerëz që të kenë ide të reja, që dinë të mbrojnë ato ide, që dinë t'ua shpjegojnë njerëzve se pse këto ide na çojnë tek rruga më e mirë. Ndiqeni. Unë besoj se jam shqiptar etnik, me farë, me trashëgimni e me vetdije, sepse nuk mundem me kenë tjetër përpara vetvetes time. Unë besoj se qëllimi i krijuesit, që njeriu duhet me e dashur afërmin e vet si vetveten, është themeli i përparimit, i begatimit dhe i zhvillimit të shoqërisë vërtet e të moralshme njerëzore, në të gjithë kohët, por më shumë sot se kurrë. Unë besoj se krijuesi i ka ndarë njerëzit në farë e në kombe që punojnë secili për vete, e kur duhet edhe kundër kombit tjetër, sepse ashtu arrihet e mira që dëshiron njeriu, por edhe qëllimi i krijuesit. Unë besoj tek familja shqiptare, si bartëse e vlerave etnike shqiptare, si faktuese dhe krijuese e shqiptarit, si njeri shoqëror dhe si themeli i shoqërisë morale e vllazërore. Familja dhe nëna është e shenjtë. Unë besoj tek kombi shqiptar si një familje e zgjeruar e shqiptarëve. Vetëm një komb shqiptar që buron nga etnia dhe nga origjina etnike e përbashkët tek idealet e rilindjes kombëtare më mundson mua që të jetoj me vetdije, me vlera, me identitet dhe moralin e duhur si njeri i barabartë që beson tek shqiptari tjetër si tek vetvetja. Unë besoj se e vetmja rrugë për ne shqiptarët për me përparu, për me begatu e me kënd lire me jetu me ndere me siguri, është me punu për kombin tonë, sepse ashtu garantojmë brezat dhe ardhmërinë. Unë besoj se askush nuk mundet me jetu me mirëbesim e me respekt me shqiptarin tjetër nëse nuk pret që së bashku të bëjnë më të mirën, më të ndershmen dhe garantues për këtë duhet me qenë morali i kombit shqiptar dhe ligji i shtetit shqiptar. Unë besoj se vetëm rruga e vllaznimit, e përbashkësisë shqiptare, e ndihmesës dhe respektit për te pengesave, ndasive, bindjeve dhe kufive artificial, janë zgjidhja për me rujt vetveten dhe familjen, me kombin dhe me shtetin shqiptar dhe me sigurinë, lirinë, nderin e ardhmërinë. Unë besoj se çdo shqiptar ka drejt në lirisë, të nderit, të sigurisë jetës, të shëndetit e të edukimit, të punës e të përparimit, si më i barabarti midis barabartëve në shtet kombin e shqiptarëve. Unë besoj se toka që na kanë lënë të parët është e shenjtë dhe e patjetërsueshme, se Zot mbi pasuritë e natyrës është kombi dhe me të gjithë secili prej nesh, dhe pasuria e shtet kombit ju takon të gjithë shqiptarëve. Unë besoj se jeta e gjithë secilit shqiptar do të bëhet siç e meritojmë vetëm kur ne të kemi një shtet komb që punon për shqiptarët, me shqiptarët që janë besnik atij shtet kombi dhe që mbron interesat e shqiptarëve kudo që janë dhe me mirëkuptimin e dëshirueshëm për pakicat që jetojnë në shtet kombin tonë. Unë besoj se bota është ndërtuar me shtet kombe dhe se vetëm shtet kombet i mbrojnë popujt nga skllavëria që të imponon interesi material pa identitet, shërbimi individual pa kushte ndaj të huajve, shfrytëzimi i jetës pa vlerë, shtazërimi mendor dhe ideologjitë dhe bindjet që ketërsojnë shpirtin e vërtet të shqiptarit. Unë besoj se ata që punojnë kundër shqiptarëve e kundër shtet kombit të tyre, edhe me kënd gjak i gjakut tim janë armiq për vdekje të shqiptarëve dhe duhet marrin shpërblimin që meritojnë. Sot, si episodi parë, duhet të trajtoj çështje nga ajo që po ndodh në Shqipëri me politikën, në veçanti me
proceset që po nis gjykata speciale dhe spaku për zëvendës kryeministre, Belinda Balluku. Duan thënë disa gjëra paraprakisht. Pikë pari një herë, zonja Balluku është pjesëtar re e një ingranazhi të gjerë. Nuk flitet këtu për një rast të veçuar, nuk flitet këtu për diçka që njerëzit duhet t'i shokojë. Këtu flitet për një rast tipik të sistemit që ka ndërtuar Paria Tiranës. Dikush mund thot, po mirë, më kujt i thot ky Paria Tiranës? Kë quan ky Paria Tiranës? Po ja ta marrim nga dalë. Paria Tiranës janë ata që lëshuan pushtetin në vitin 1992, të plotësuar, nëse mund të themi kështu, nga një pjesë e profesoratit të ish komunizmit, të cilët morën banderolat e antikomunizmit në Shqipëri. Më vonë në këtë podcast do t'ju tregoj një episod të krijimit të Partisë Demokratike, të fillimeve më saktë të Partisë Demokratike, i cili do t'ju bëj shumë të mendoj, sepse nuk e gjeni zakonisht nëpër mediat e Parisë Tiranës, ato media kontrollohen me dorë të hekurt, por do t'ju bëj të mendoni gjatë që kush janë këta dhe pse veprojnë bashkë, dhe pastaj do të shihni se si funksionon mekanizmi i përbashkët i të gjithë këtyre. Pra, këta u plotësuan nga profesorati, ndryshuan xhaketat, erdhën në pushtet. Pushteti i tyre ka vetëm një qëllim ideal, pavarësisht se fillimisht thonin do luftonin komunizmin, do ndërtonin shoqërinë demokratike, na dhanë ne shqiptarëve gënjeshtra pafund, do hynim në Evropë, e do bëheshin shumë gjëra. Pra, kredoja e tyre politike, Bashkimi Evropian, evropianizimi i vendit, e gjëra të tilla të këtij lloji ka çuar në dështim pas dështimi. Këta nuk mund të hyjnë dot në Evropë, Evropa tani më i njeh. Dhe këta e dinë shumë mirë që nuk kanë për të hyrë, po këta gënjejnë njerëzit. Dhe për sa kohë që i kanë mbajtur njerëzit me tagji, për sa kohë që ju nuk ju përgjigjeni, për sa kohë që ju nuk e kuptoni që këta po ju gënjejnë, këta janë rregull, këta kanë bërë rotacion. Herë njëri, herë tjetri. Po le t'i kthehemi të tashmes. Se historia ka vlerën e vet për të kuptuar të tashmen. Si ta kuptojmë këto çështje të vjedhjen e tmerrshme të zëvendës kryeministres Balluku? Të supozuar, sepse duhet që gjykata ta vendosi, po ne të gjithë e dimë. Ne të gjithë e dimë se kush vjedh në Shqipëri, dhe kush vjedh në Shqipëri janë qeveritarët, janë kryebashkiakët, janë drejtorët e drejtorive. Por unë do t'ju ftoja ta vendosni theksin edhe tek diçka që nuk duket dhe aq fort. Për të gjithë ju që kërkoni të bëni opozitë, dhe në fakt në Shqipëri sot ka nevojë për një opozitë fort. Në Shqipëri sot kemi instalimin, është instaluar prej kohësh, jo tani që thonë këta të ashtu quajturës opozitë. Ka me vite që është instaluar një diktaturë jakobine, kryetari i cilës është ai që unë e quaj Duqe Surreli ose kryeministri aktual. Kontrollon gjithçka dhe gjithkënd. Cila është arma e tij politike? Se nuk është se është ndonjë njeri që ka bërë aq shumë për Shqipërinë, që ka modernizuar Shqipërinë dhe tani po merr frytet e asaj punës që ka bërë. Ajo që ka bërë ai ka qenë shumë pragmatik dhe ka qenë një psikolog shumë i zotit. Ai i ka gjetur fijet e dobta, pikat e dobta në radh parë shqiptarëve, pra dinë se çfarë duan të dëgjojnë shqiptarët, fatkeqësisht për ne, është shumë i aftë në këtë dhe e thot publikisht pa pikën e turpit, sepse s'ka as fytyrë as nder as. Është një njerëz që nuk mund të jetë krahasohet me emrin shtetar, nuk ka asgjë nga shtetari. Është thjesht një diktatoruc ballkanik, i cili është marrë me biznes, politikën e ka biznes, dhe ju ka gjetur shqiptarëve mënyrën e të menduarit. Por përtek saj, ky diktatoruc i ka gjetur shqiptarëve edhe diçka tjetër. I ka gjetur mënyrën e kaptimit, e kapjes të atyre që duhet ishin pjesë e opozitës. E si i ka kapur këta? I ka bler. Thjesht, pastër dhe shkurt. Shikoni përgjimet që dolën në rastin Balluku. Po të gjitha përgjimet e tjera nuk është kjo as e para as e fundit. Po këtu mund ta keni shembullin konkret. Shembulli konkret ju thot që është kapur një ish deputet, ose një deputet aktual në të vërtet. Një deputet aktual i Partisë Demokratike, i cili ishte djalë qytetar, e konsideronte zonja Balluku. Pra, është njeriu jon, njeri me cilin merremi vesh. Unë nuk kam fakte të tjera për zonjën Balluku, të cilat mund t'i bëj publike në këtë moment, por të jeni të bindur që ai zoti Agalliu nga Vlora
i cili mund të jetë djalë qytetar, nuk kam asgjë personale kundër tij. Ai ka parë thjesht biznesin e vet, ai për atë punë ka hyrë në parlament. Ai nuk ka hyrë në parlament për të përfaqësuar Vlorën, as për të përfaqësuar njëri tjetër. Ai ka hyrë që të mbrojë biznesin e tij, të bëjë ca para, merr një pension të majm mas 2 legjislaturësh, më duket se është legjislatura e dytë, ai është në rregull tani më. Është situatën e vet financiare ka rregulluar, edhe biznesi ka marrë dhe një tender ka bërë dhe mirë e ka me të gjithë dhe nesër në qoftë se i takon zonjës Balluku të dalë në opozit, çfarë mendoni ju? Nëse bëhet Arber Agalliu ose kushdo tjetër, se e ka bërë dhe nësa duket Klliçi ose Flamurnoka, nuk dihet, ta janë duke luftuar edhe njëri tjetrin tani ndërkohë, po kushdo të ketë qenë. Këta të gjithë sillen njësoj, sipas të njëjtit kod. Dikush me terminologji më të re, si zoti Klliçi ose zoti Agalliu, cili nuk e njoh personalisht, dikush me terminologji më të themi të palëqitur, siç është zoti Noka, sepse në fakt është njëri që ka dalë nga gjirizat e Partisë Demokratike, jo të tjera, po është një produkt gjirizesh, siç dihet. Por në asnjë shoqëri normale, një njeri si ai nuk do të duhet të ishte as kryetari në një shoqate të ish studentëve të dështuar të mjekësisë. Jo më të bëhet ministri i brendshëm, por në Shqipëri çfarë nuk ndodh, gjithçka ndodh. Gjithashtu nuk është i vetmi, se duhet të jemi të saktë dhe duhet të jemi edhe të ndershëm ndaj tij. Nuk është i vetmi, ka të tjerë që janë po aq keq, megjithatë, ai tani është figurë kryesore. Pra, o ai, o Klliçi, o Agalliu, çrëndsi kanë emrat. Mos merremi me emrat, se emri është tash e themnaja, emri është ajo me të cilën ata ju hedhin hysyve ju. Ju thonë, merr, shife këtu, shife. Agalliu. Klliçi, a është Klliçi apo është Noka? Kush është? Ai njëri del është tjetri. Problemi nuk është aty, problemi është që këta janë bler, këta blihen. Ky është sistemi i tyre. Sistemi i tyre është një njeri që blihet me një tender, me një vil, me një sasi parash. Nuk është njeri që mund të funksionojë në shtet, është njeri i dështuar, nuk mund të jetë njeri që bën opozitë reale. Gënjejnë këta të gjithë. Gënjejnë të gjithë. Pse gënjejnë? Sepse kanë marrë para sa për 7 breza. Shumica e tyre janë konviktorë, cilët kur ju mungonte lart arrinin pa bukë në kohën e atij mërhumit. Nuk kanë ndjeshmëri, kanë humbur çdo lloj ndjeshmërie njerëzore, kanë humbur çdo lloj ndjeshmërie kombëtare. Këta janë kthyer në sklever të sistemit që sklavron të gjithë shqiptarët. Edhe këta vetë janë sklever, nuk e kuptojnë, po janë vetë sklever të këtij sistemi, sepse i mban peng tek tenderi, ke paraja, tek ignoranca e thellë që e përshkon atë shoqëri sot, ku të gjithë duan të dalin me kujtojnë se një makinë mirë, ose një arredim i bukur, ose një të kesh 2 ose 3 shtëpia i bën qytetar. S'ka lidhje fare. Ai që punon për kombin e vet është më qytetar se sa të gjithë ata, edhe në jetoftën katundin më të humbur të Shqipërisë. Ai që punon për kombin e vet është shtetari. Është ai që vendos rregulla, se e di që njerëzit mundohen të vinë vërdall rregullave. Rregullat duhet të jenë për të gjithë. Po këto rregulla janë të pranueshme ku dënohet edhe më i pari nëse i shkel ato, edhe më i fundit. Jo të kapësh nënat që shesin 2 fije sallat në rrugë se nuk të paguajnë ty taksa dhe pastaj të japësh të gjithë oligarkëve, t'ju bësh rrugën që i shkon deri tek shtëpia, e t'ju japësh koncesione pafund, e t'ju japësh tendera pafund, ndërkohë që fryhet kostove e tyre dhe që 20% që shkon në xhepat e këtyre maskareve. Ky është problemi që evidentohet me Belinda Ballukun. Por kush e bën këtë? Kjo është e rëndësishme. Këtë nuk është mos i besoni këtyre mediave të këtyre, se asnjëra prej këtyre mediave që dalin sot dhe ja vendosin grykën e pushkës në fytyrë zonjës Balluku që të marrin në një prononcim, asnjëra prej tyre nuk ka guxuar t'i thot emrin. Në prill ja kam thënë unë emrin, kanë ardhur mesazhe nga Shqipëria që kujdes se ajo shet çdo gjë. Unë e pata përmendur në një bejtë tallse, të cilën e meritonte faktikisht. S'kisha në kënaqësi personale, se nuk e njoh personalisht, por e meritonte si figurë publike që tallej e rëndshëm me shqiptarët duke thënë do ndërtojmë tunel me Italinë. Është projekti fizibilitetit dhe gjëra të tilla të tmerrshme që vetëm një gënjeshtar profesionist mund t'i thotë. Por në atë kohë askush nuk guxonte. Asnjë gazetar nuk guxonte. E atëherë nuk është problemi thjesht pangopshmëria e zonjës Balluku, që në fakt
po vërtetohet për ditë më tepër. Problemi është ky sistem që i ngren këta njerëz dhe e bën zonjën nga një zyrtare e thjeshtë që ka qenë dikur në bashki në një zëvendës kryeministre fuqiplot që mban peng sot edhe kryeministrin e vendit sepse i thot shiko, ne ose ikim bashkë ose nuk iki unë. Pra, këta janë, ky është sistemi, para kësaj kishte të tjerë, do të ketë më vonë nëse ju vazhdoni të mbështesni këta, kjo do të jetë historia. Nuk është çështje thjesht profesionalizmi na e thot këtë punë që e kaluara përcakton të ardhmen se si sillen njerëzit, por për sa kohë që nuk ndryshon mendësia, për sa kohë që nuk ndryshon mënyra se si ju i perceptoni ata do të vazhdojnë të lajnë lesh në ju, siç thuhet në gjuhën e përditshme, ju kërkojnë ndjes për shprehjen gjysmë banale, po ata do të vazhdojnë këtë sjellje sepse kjo sjellje ju ka funksionuar, ata tani më janë milionerë, ju duket vetja pjesë e Paris botrore. Me një keq kuptim të madh kjo, por atyre ashtu ju duket vetja, ashtu siç kryeministrit i duket vetja që është piktor i madh ndërkombëtar nëpër galeri, ashtu siç kryetarit të opozitës, i cili në këtë moshë madhore përballet me burgun që nuk duhet të jetë gjë e këndshme, për hir të fajeve të veta, po edhe të familjarëve të vet, për të mbrojtur familjarët e tij, që deri diku është e kuptueshme nga pikpamja njerëzore, po nga pikpamja publike, të gjithë këta meritojnë t'ju shqyrtohen të gjitha vendimet. Të gjithë këta meritojnë që të shkojnë në burg, nga i pari tek i fundit. Nëse kanë vjedhur, dhe unë jam i bindur që këta të gjithë kanë vjedhur më pak ose më shumë. Ja për shembull t'japim shembullin që doli nga përgjimet e zonjës Balluku. Ka të paktën disa njerëz brenda Partisë Demokratike të cilët janë të lidhur me qeverinë. Dikush merr një tender, dikush bën negociata ose bashkëbisedime me opozitën, me qeverinë për të marrë për të përfituar financime për mitingjet ku merrni pjesë ju. Po kjo është qesharake. Ç'o opozit janë këta? Vetëm opozit nuk janë këta. Sot duhet një opozit që të mos lëshoj pe askund. Sot opozita duhet kishte kulmin, apeksin e ingranazhit moral, apeksin e përvojës për t'ju kundërvënë kësaj qeverie që ka vjedhur në gjithë këto vite. E megjithatë nuk e bëjnë. Pse? Sepse kanë frikë vetë se spaku herët ose vonë do t'ju avitet edhe tyre, sepse të gjithë e kanë dorën në tavë. Këta janë të gatshëm që jo vetëm që bëjnë kot gam në për mitingje në për televizione. Këta janë të gatshëm që t'i bashkohen Edi Ramës dhe ta zhbëjnë spakun. Dëgjoni me kujdes. Këta janë të gatshëm ta zhbëjnë spakun. Lufta e tyre nuk është kundër njëri tjetrit. Luftën kundër njëri tjetrit e kanë thjesht për sasinë e gjakut shqiptar që do të pisë secili. Se ata me gjakun tuaj janë ushqyer. Pasani lëku i tyre është gjaku juaj, gjaku i fëmijëve tyre, gjaku atyre 900.000 vetëve që kanë ikur vitet e fundit. Sepse atyre ju është marrë e drejta për të jetuar normal si njerëz të lirë dhe janë pasuruar këta. Ai Mercedesi që shihni rrugës ose Range Rover, se tani Mercedesi ka dalë nga nuk është më aq luksos, të lutem shumë. Ai Mercedesi që shihni ju që ka pardisën këta, është gjaku i fëmijëve tuaj. S'ka gjë të keqe. Kushdo që e fiton në mënyrë normale, parelit nuk janë problemi. Problemi është oligarkia e vendosur. Këta nuk janë as biznesmen. Këta janë biznesmen të qeverisë. Të gjithë biznesmen të mëdhenj janë me qeverinë. Në një moment ose i tjetër. Në mënyrë të pa evitueshme, këta të gjithë bëhen me qeverinë. Pse? Sepse e kanë fitimin e siguruar. Këta vjedhin nga shqiptarët, nga paratë e shqiptarëve, edhe nga paratë që vijnë nga Bashkimi Evropian, nga të gjitha llojet e parave. Dhe i bëjnë këto para për veten e tyre. Pra, këta luftën e kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë pikë. Ka një keq kuptim të madh që Edi Rama i kishte punë të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po më ka dalë kjo goja mbrapa, duke e thënë, por nuk ma besonte njeri, nuk e besonte njeri. Jo vetëm unë, edhe miqtë e mi dhe shokët e mi, e kemi thënë me kohë që ora prit një herë se nuk duket se e ka punë të mirë ky, se ky ka hapur ca lojra, ka ca vite që nuk është në rregull. Pavarësisht kishte mbështetje, Soros, si të gjitha, ama qeveria amerikane ka të mënyrën e vet funksionimit dhe kur vjen puna që prishen ose preken interesat e
Shtetit Amerikan nuk të shikon njëri në drejtësyrit. As pak. As këta nuk ka për t'i parë njëri në drejtësyrit. Problemi është ku gjendemi ne shqiptarët, se nuk do të vi njëri na i zgjidhi problemet. Pra, unë do t'ju ftoja që këtë çështjen Ballukut ta shihnit në 3 aspekte. Aspekti i parë, se këta kanë humbur çdo lloj turpi nderi, këta vjedhin me të 4 gjymtyrët, se këta janë kafsh, nuk janë njerëz. Këta vjedhin paturpsisht. Këta e lënë tunelin të papërfunduar, ku një specialist grek, i cili ka fërkuar duart mbasi ka raportuar këtë qeverisë greke, ishte i shqetësuar se thonte prito se këtu ndodh hataja. E këta nuk e vrasin mendjen fare. Po fare, hiç për ju nuk e vrasin mendjen fare. Kjo është pika parë. Pika dytë. Nuk ka opozit. Opozita është sa për sy e faqe për të mbrojtur interesat e tyre, për të mbrojtur tenderat që ata marrin, për të mbrojtur financimet që ata marrin. Dhe duan ta kapin pushtetin ata. Kjo nuk është e rreme, që ata luftojnë ta kapin pushtetin, edhe ju ka gjetur Edi Rama se i ka bler 1 herë, 2 herë, 3 herë, normalisht që grupet e krimit që kontrollojnë Shqipërinë sot e dinë se kush është më i forti dhe mbështesin atë që është më i forti politikisht. Me vjedhje pa vjedhje. Sigurisht që po të ishin zgjedhjet e ndershme, do kishte dalë ndryshe rezultati, po nuk kishte për të fituar kjo opozita e qalë që është sot, sepse janë të diskredituar deri këtu. Nuk ka opozit në Shqipëri, nuk është flamur, nuk ka opozit, s'mundet me qenë tani, drejtë e mori. Le të jemi serios. S'mundet me qenë Belind Klliçi opozit. Është njëri që ka lidhje pafund me Parinë e Tiranës. Nuk mundet me qenë asnjëri prej tyre. Ta janë gjithë kanë pështyr dhe kanë lëpir pështymën e tyre për një tender, për një vend, për një post diku 35 herë. Si mund të jetë ky njeri, si mund të vendosi ky njeri fytyrën, si mund të dalë ky dhe të mbrojë interesat e shqiptarëve? Është e pamundur. E kanë të pamundur. Pika e dytë është që nuk ka opozit në Shqipëri. Ka një pari kompakte që si tryez kobrash han mishin, tani më mishi po mbaron, po kockat e shqiptarëve dhe ju japin ne dhe ju 2 zgjidhje. Rrini, hani mbeturinat e gostis tonë. Nëse nuk ju pëlqejnë këto, ikni. Ju zëvendësojmë me Bangladeshas, Pakistanes, Nepales, Filipinas, drejt që e di se nga do të shkojnë herë tjetër. Kanë filluar tani të shkojnë në Afrikë, normal, që se diku do shkojnë t'i marrin njerëzit. Këtyre ju duan sklevrit. Ikni ju, marrin sklevër të rikta. Këtyre sklevrëve një 3 gjenerata ju duan derisa të fillojnë edhe të rebelohen ata politikisht, ka kohë. Keni parasysh, kjo është pika e dytë. Pika e tretë është që këtyre ju ka hasur sharra në gosht vetëm për një arsye. Sepse janë ndërkombëtarët që po insistojnë në pastrimin e politikës shqiptare. Pra, koha këtyre ka mbaruar me të mirë ose me të keq. Cilat janë konsekwencat? Pasojat për ne shqiptarët munden me qenë shumë të rënda, në qoftë se ne nuk do të veprojmë ashtu siç duhet. Pasojat për ne shqiptarët mundet me qenë që këta maskarejnë, këta njerëz të pa fytyrë, nga ato 2 palët, pa as llojin më të vogël të dallimit, ta maskarejnë të pa shoq, do të na fusin në konflikt. Kanë filluar, helbete. Ilir Meta është në burg, dhe nga burgu thot, po do ta shifim. Ali Berisha mbledh 300 lepuj dhe lepurush, sepse e di që në fundit me 300-400 lepuj dhe lepurush, në qoftë se e mban gjallë këto lloj fryme, i ka zënë vendin çdo lloj opozite tjetër. Nuk lejon kënd që të dalë. Dhe në fund fare, siç e tha një deputet i krimit sot nga Elbasani, që lidhjet e tij me krimin janë mediatikisht të verifikuara, nuk duhet të akuzoj kënd pa dashur të nxjerr fakte, po ato fakte dikur do të dalin. Ai që e mban veten dhe si profesor, ai me Demek, tha që shiko, tha, ne e bëjmë prap 21 janarin, tha, po ne nuk duam, tha, jemi njerëz të mirë, po ne njerëzit i kemi gati, tha. Pra praktikisht këta do t'ju fusin ju në sherr. Do thonë shife atë komunistin, ata komunistët do të thonë shife këtë ballistin, zihuni, sherrosuni, bëni një katrahur më të madhe se sa 97. A kam vite qua përsëris dhe më shikonin njerëzit ç'a thot ky më, se kupton Shqipërinë thonë. Nuk e njeh Shqipërinë. Si or nuk e njoh Shqipërinë, e njoh Shqipërinë shumë mirë. Unë vi shpesh herë në Shqipëri. Marr informata nga shumë anë për Shqipërinë. Shqipëria është një shkrepse larg së plasurit,
sepse njerëzit pavarësisht se rrin urt, ju ka ardhur në majt hundës. Shikoni ç'a ndodhi me gjykatën në gjykatën e Shkodrës, i ndjeri gjykatës. Pra, mjafton një shkrepse për një dikënd që nuk i ka mend në vend dhe ndizet shumë kollaj Shqipëria, është një mullar bari që është tharë me kohë. Këta her pas here i hedhin ndo pak ujë ose e lën kapakun që të hapet, po ndërkombëtarët nuk mund ta lënë më këtë gjiriz që t'ju hyjë në pjesën e tyre sepse ka interesa më të mëdha. Dhe ky gjirizi i tyre ku jetoni ju, ku jetojnë të gjithë shqiptarët faktikisht sepse edhe ne që jemi në diasporë i vuajnë pasojat, pavarësisht se jo drejt për drejt. Të gjithë ne i vuajnë pasojat e gjirizit që kanë ndërtuar ata. Pra ky gjiriz nuk mund të ecë më gjatë. Në një mënyrë ose tjetër do të ketë një zgjidhje kjo puna e shqiptarëve. Unë do të thojsha që do ishte mirë për ne shqiptarët që të ndërgjegjësohemi kush janë këta. Dhe pse këta sillen kështu? Sepse nëse këta sillen në këtë mënyrë, kjo tregon që këta nuk i duan shqiptarët. Po nuk i duan fare, fare. Ju konsiderojnë skllëvri, konsiderojnë këta pisa, kaq meritoni. Ju meritoni thjesht ju marrin për kafe para zgjedhjeve dhe pastaj kur hypin në proposte nuk ju ngrenë më telefonat. Pse? Sepse nuk e ka asnjëri prej tyre sensin e shërbimit. Ti thuash dikujt në pushtet ose në pozitë sot që jenë në politikë për shërbim, të shohin si UFO. Shohin, ore, budalla është ky? Hyre në politikë, dole nga politika pa marrë ndonjë lekë, po budalla që janë këti ose? Dhe më e keqja e kanë injektuar këtë rinis. Dhe nuk mund të jetë kjo një shoqëri normale. Kjo është një shoqëri e kriminalizuar. Një shoqëri e tillë nuk mundet të mbijetoj. Pra, rasti Balluku tregon sa kriminalizuar është shoqëria jonë dhe si pranojmë gjithçka, pavarësisht zhurmës mediatike, pavarësisht se njerëzit tani më shumë kush po ti pyesësh privatisht thonë, e kanë bërë baltë edhe këta. E po, reagim nuk ka. Ende jo. Por ai reagimi, nëse ndodhin nëse paria bën rezistencë të madhe dhe kërkon që ta ndez ashkën, është i mundur një reagim që 97 do mund të duket lule. Unë shpresoj që jo, unë uroj që jo, unë prandaj flas. Unë punoj që të mos ndodh kurrë një gjë e tillë në Shqipëri. Sepse nuk kemi kohë më të prishim çkado që është ndërtuar. Sido që të jetë ndërtuar, me çdo lloj parash që të jetë ndërtuar, nuk duhen prishur ato. Duhen ndërtuar gjëra të tjera më të mira, duhen ndërtuar struktura shtetërore, duhen ndryshuar mendësia dhe mënyra se si bëhet bërit politik. Por këta janë të gatshëm t'ju çojnë ju në vllavrasje. Mos e harroni këtë. Një gjë e dytë që do të flisja sot, siç u premtova më herët, është cilësia e opozitës dhe nga është nisur kjo opozitë, si ka lindur Partia Demokratike, janë gjëra se po i afrohemi dhjetorit dhe shumë herë përsëriten gënjeshtra të pa qena dhe historia e dhjetorit, reale e dhjetorit të 90-s dhe e krijimit të Partisë Demokratike ende ka shumë drithije. Jo për ne që i kemi studiuar këtë punë, po ka shumë drithije për njerëzit. Dhe unë do të përpiqem që të hedh pak dritë këtë javë, ndoshta edhe pak sa më vonë në episodin e dytë, për të folur se si është krijuar Partia Demokratike dhe cilat janë disa nga piketat e saj ideologjike. Pra, le të fillojmë duke thënë që teorikisht Partia Demokratike ishte ndërtuar për të rrëzuar sistemin komunist dhe sot kryetari i saj i përjetshëm do të thoja tani më ulëret për komunistët, për rënien e komunizmit dhe shumë kush e beson. Ka shumë njerëz të cilët duan të besojnë që kanë urrëtie brenda shpirtit për atë që kanë hequr përpara dhe duan të besojnë që ky ishte ai që mori flamurin dhe doli. Dhe në shumë çka kanë të drejtë, kishte guxim politik Sali Berisha në atë kohë. E megjithatë, ka disa pika kyçe. Njëra nga pikat kyçe ishte heqja e figurës së Enver Hoxhës, heqja e barrës së figurës së Enver Hoxhës për gjithë njerëzit që jetonin ose që kishin pasur një lidhje me shtetin. Pa heqjen e kësaj barre, siç kërkonte shoqata Fanoli në atë kohë, në studimet e mia kam parë që lëvizja studentore nuk ka mbaruar në dhjetor. Këta thonë lëvizja e dhjetorit, po lëvizja studentore ka vazhduar me grevën e Orisë, e cila, siç do ta shihni në materialin që kam përgatitur pak më poshtë, nuk ishte vepër e Partisë Demokratike.
Përkundërzi Partia Demokratike ka punuar kundër. Do ta shikoni, nuk keni nevojë të besoni fjalët e mia. Azem Hajdari në grevën e Orisë është vend që të ruaj banjën, kështu thon dëshmitarët e grevës së Orisë, i keni ende gjallë. Janë ende gjallë, kanë dhënë edhe dëshmi. Është bërë një konferencë për lëvizjen studentore shqiptare në mes të Tiranës, në Hotel Tirana, të cilën e kanë pasqyruar edhe mediat. Askush nuk do ta kujtojë më. Më vonë do shohim se si data e krijimit të Partisë Demokratike ka lëvizur, po sot duhet që të përqendrohemi pikërisht tek pjesa e grevës së Orisë, sepse greva e Orisë ishte pikë kyçe, pa rënien e figurës Enver Hoxhës, nga psikeja, nga mendësia e shumëkujt. Njerëzit ishin të kapur, ishin të varur, nuk dije kishte ndërruar sistemi, sepse këta që kishin dalë ishin të gjithë intelektual të sistemit vjetër, me tesëra partije në xhep. Të gjithë pa përjashtim. Ndaj dhe kishte një lloj mpirje, pavarësisht se ndryshimi ishte i madh, pavarësisht se studentët e kishin vrarë frikën, kishte mpirje në popullat. Sidomos në popullatën e qyteteve, sepse nuk dijej. Po ashtu edhe në fshat, në fakt. Edhe fshatrat ishin më konservatore, ruanin ato idetë e vjetra, ato mendsinë e vjetër. Pra, duhet parë se kush ishte në kontroll realisht dhe sa e ka luftuar, ashtu quajtur komunizmin, krerët e Partisë Demokratike, pavarësisht se çfarë ju shitnin njerëzve poshtë, pavarësisht se si flisnin nëpër mitingje. Në realitet, kur shkonin atje tek pallati presidencial, kishin tjetër qasje dhe grevën e Orisë janë përpjekur ta pengojnë. Ndiqeni. Unë do të theksoj këtu se në 2 takimet që kemi bërë me kryetarin e Presidiumit Kombëtar Popullor Shokun Ramiz, ne kemi insistuar për të dhënë kontributin ton ose ndihmesën ton maksimale për zgjidhjen e problemit të krizës së studentëve. Por ne kemi deklaruar dhe deklarojmë edhe këtu para jush. Kriza e greve e Orisë nuk është iniciuar prej nesh dhe greve e Orisë nuk kontrollohet nga Partia Demokratike. Mund të them këtu se mas jam larguar nga kryetari. Kjo është më e vërtet. Dakor, ju. Edhe Mram doli fare e vërtet, edhe sekretari i Partisë Demokratike Eduard Selami e tha hapur, edhe deklaroi hapur, që ne e kemi organizuar, e kemi rregulluar, kemi qenë dhe kemi mbështetur. Më falni, unë po flas edhe jap me përgjegjësi absolute që ne grevën e Orisë nuk e kemi organizuar. Për sa i përket Gamos Pashkos edhe Ed Selamit, deklaratat e tyre janë se ne mbështesim greven e studentëve, por jo se ne kemi organizuar. Dhe mbështetja e një dukurie me organizimin e saj. Jo, më falni, nuk bëjmë lojë fjalë Shugadil. Jo, Jo, më falni, ne nuk e kemi organizuar greven dhe deklarojmë edhe një herë këtu para të gjithë juve që ne nuk jemi organizatorë të grevës së Orisë. Përkundrazi, ne kemi punuar 3 ditë rresht me të gjitha forcat tona që të mos ndodh greve e Orisë. Pse mbështesni? Urdhë, mbështesim kërkesën e studentëve. Mbështesim kërkesën e studentëve sepse kërkesa e studentëve na duket absolutisht e drejtë. Dhe ne, para se të që ta dinë forcat tjera politike këtu, ne përpara se në momentin, domethënë, kur studentët vendosen, ne kemi ndërhyr me gjithë forcën tonë që kërkoni një referendum qeverisë, i cili t'u jap mundësi të shprehë dhe këtë referendum do ta keni me 75%, jo me 70%, jo me 50% si janë referendumet, për heqjen ose jo të emrit të Universitetit Tiranës Enver Hoxha. Më falni, qeveria mori këtë kërkesë studentëve dhe nuk e mori për bazë. Kthevi një përgjigje, studentët u futën në grevën e Orisë. Pasi studentët u futën në grevën e Orisë, ne 2 net rresht nga 4 orë në takim tek Shoku Ramiz jemi përpjek me gjetë një zgjidhje të këtij problemi. Dhe mram në ora 1 të natës, ne siç e dini dhe ju, pranuam një formulë të cilën edhe duke deklaruar që studentat nuk pyesin për ne, por të paktën që ja u çojmë. Mund të kem qenë unë një nga ata që më kanë nxjerr studentat ka qenë dhe Skënderxhinushi aty dhe pa që studentat absolutisht nuk donin ta nxjerrin.